Faktikisht mirë e rona, me qenë se pak vonë u zgjuam, po gjithashtu arritëm në kohë, me qenë se dje pra qyshe cekët edhe ju në studio kemi festuar për një ndeshje e futbolli që na bëri krenar pothuajse secilin nga ne edhe secilin shqiptar. Kemi si duket pak Sido që tjetë, pra ne kemi ardhur këto qysh në orën 6:45 minuta për të përcjellur nga afër të gjitha përgatitjet e fundit, sa i përket hapjes së qendrave të vendvotimit. I kemi parë këtu nga afër derisa po përgatiteshim për të hapur qendrat e votimit dhe tashmë janë hapur të gjitha. E prishtinasve tashmë ju mbetet që të votojnë për njërin nga kandidatët e tyre, të cilët pra faktikisht tash një muaj janë angazhuar në fushatat e tyre zgjedhore për të bindur qytetarët se kë dhe si do të votojnë në ditën e sotme. Andaj për siç e dim, në komunën e Prishtinës tashmë janë 224.000 qytetarë të cilët kanë të drejtë vote dhe ato do të mund ta ushtrojnë në njërin nga 54 qendrat e votimit të rregullta, ndërsa një do të jetë me kusht. Qendra më e madhe këtu në kampusin universitar të Prishtinës, në fakultetin e filologjisë, është hapur tashmë, e po ashtu të gjitha pikat e tjera, ndërkaq vlen të theksohet që po ashtu në kampusin universitar të Hasan Prishtinës është edhe votimi me kusht në fakultetin e edukimit. Siç e dim, pra nga e kaluara në kryeqytet zakonisht është bërë një gare forte që nga viti 2009, kur është fituar me një përqindje prej 57%, të gjitha viteve të tjera, pra çdo 4 vjet, kemi pasur një balotazh mes partive, pra të cilat nuk kanë arritur të kalojnë 50%. Sido që tjetë nuk e dihet nëse sot do të vendoset, do të shkojnë në balotazh apo do të fitojnë ndonjë parti me 50%. Sido që tjetë ne do të jemi këtu në Prishtinë për të sjellë të gjitha informacionet nga terreni për të gjithë shikuesit e ATV-s. Faleminderit Kastriot për këto informacione. Natyrisht do të jemi në lidhje të drejtë gjatë gjithë ditës me informacionet e përditësuara nga terreni. Do të kalojmë tani në Drenas, në Mitrovic me Driton Sadikun. Driton, përshëndetje, po më dëgjon? Po, përshëndetje edhe për ju, vëzjo. Është pak freskët në Mitrovic. Këtë po e tregon fytyra yte. Pak po, besoj, muti aktualisht në 7 gradë në Mitrovic, edhe është pak freskët, me gjithat pritet se gjatë ditës janë temperaturat më të larta, kjo do në lecoj punën edhe neve, por që fillimisht nëse lidhemi me atë që sot është një ditë e madhe zgjedhore, ku qytetarët do mund t'ju drejtohen kutive të votimit për ta zgjedhur atë se kush duan t'i përfaqësoj ose t'i udhëheq në 4 vitet e ardhshme. Mitrovica e Jugut veç se është bërë gati qysh në mëngjes, sipas komunikimeve që kemi me zyrtar nga Komisioni Komunal Zgjedhor, gjithçka është gati për në të gjitha qendrat e votimit dhe të gjitha janë hapur me kohë në orën 7, njëkohësisht edhe qendra më e madhe ku aktualisht jemi të pozicionuar ne, e cila është shkolla fillore Migjeni, si qendra më e madhe votimit tu në Mitrovicë të Jugut, e cila ka gjithsej 12.000 votues të regjistruar që mund pra ta ushtrojnë të drejtën e tyre për vot në këtë qendër dhe e cila në vete përmban 12 vend votime pra ku qytetarët mund të votojnë. Realisht, sa i përket së kaluarës, pra dalja në zgjedhjet e fundit lokale të vitit 2021 ka qenë 40% në qytetarëve dhe kujtojmë që në atë kohë pra Mitrovica pati kaluar qysh në randë të parë, nuk pa të shkuar në baletar. Do të shohim sot se si do të jetë epilogu i kësaj dite maratonike që do të kemi gjatë kësaj së dielje. Nëse më lejoni të prezantoj disa statistika të Mitrovicës së Jugut, pra është komunë e cila sipas regjistrimit e fundit të popullsisë ka të regjistruar afro 65.000 banor, në ndërkohë që janë 85.000 votues të regjistruar nga listat e KQZ-s, lista këto që dihet që janë të papastruara dhe ka një disbalancë në statistika rreth popullsisë dhe numrit të votuesve, megjithatë gjithë ata votues që janë të regjistruar në Mitrovicë të Jugut në gjithsej 32 qendra mund ta bëjnë, pra mund ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre për vot. Veç Mitrovicës së Jugut gjatë ditës do të jemi edhe në komuna tjera veriore, përfshirë këto Mitrovicën e Veriut, Veçanin, Leposavicin dhe Zubin Potokun. Nga këto komuna gjithsej ku do të raportojmë gjatë gjithë ditës bashku me kameramanin Jeton Ismaili dhe me shoferin Valdet Hajdini, pra që do të jemi rreth e rrotull këtyre 5 komunave në fakt për të parë mbarvajtjen e procesit zgjedhor dhe sigurisht që do të sjellim tek shikuesit tanë çdo parregullsi eventuale që mund të ketë në kohë reale, por edhe raportime të tjera që mund të jenë interesante gjatë kësaj dite kur të gjithë qytetarët janë mësuar kutive të votimit në njëra nga ditët më të rëndësishme të demokracisë.
Drejtor, faleminderit për gjitha informacionet, ju përshëndesim të gjithë ekipin atje dhe ju urojmë një ditë të mbarë. Sa më pak lodhje. Erona? Ndërkaq, po vazhdojmë me lidhjen tjetër direkte, e kemi në Pejën e Bukur, atje kemi gazetaren Pranvera Krasniqi. Pranvera, janë hapur të gjitha vendvotimet në këtë komunë dhe a shihet dalje e qytetarëve për të votuar sot. Mirëmëngjesi nga Peja, pra si që cekët edhe ju nga qyteti ndër më të bukurit të Kosovës. Atëherë si që ju kam njoftuar edhe dje Peja shuhet për pjesëmarrje aktive në zgjedhjet qoftë ato nacionale, qoftë edhe në ato lokale dhe ngjashëm kanë vepruar qysh prej orës 7 të mëngjesit kur vetë se janë hapur edhe të gjitha qendrat e votimit, sipas bisedave që i patëm me përfaqësuesit kryesor të qendrave të votimit këtu në Prizren dhe ata kanë marrë rrugën, pra qytetarët e Pejës kanë marrë rrugën që të ecin me qetësi, por me vendosmëri drejt kutive, pra të votimit ku do ta hedhin zërin e tyre pra në kutinë e demokracisë për kryetarin që dëshirojnë që ta kenë në krye të komunës së tyre për 4 vitet e ardhshme. Ndër qytetarët e parë, cilët vetë se u paraqitën këtu në qendrën, një ndër qendrat më të mëdha të votimit në Pejë, që është lidhja e Prizrenit, ka qenë edhe kryesuesi i Komisionit Qendror Zgjedhor Krishnik Radoniqi, i cili votoi vetëm pak minuta më parë dhe mund të themi lirisht se ishte ndër votuesit e parë këtu dhe pasi që e bëri pra edhe ai procesin e votimit, u prononcua për media duke thënë se të gjitha përgatitjet janë gati, qoftë edhe për procesin zgjedhor që të shkojë gjithçka sipas planeve dhe të mos ketë ndoshta incidente eventuale gjatë procesit të votimit, por në anën tjetër edhe njoftoi për të gjitha përgatitjet që janë bërë edhe pasi që të përfundoi pra heshtja zgjedhore dhe kur të filloi numërimi i votave dhe kështu njoftoi se menjëherë do të dalin rezultatet preliminare në faqen zyrtare të Komisionit Qendror Zgjedhor. Kujtojmë se në Pejë janë të regjistruar sipas Agjencisë së Statistikave 82.000 banor, kurse të regjistruar kështu në databazën e votuesve janë mbi 122.000, që bie shumë më shumë siç e kemi përmendur në vazhdimsi për shkak të papastrimit të listave dhe gjithë këta qytetarë kanë mundësi që të votojnë në 31 qendra të votimit, përfshirë këtu edhe qendrën e votimit me kusht. Por përveç Pejës, ne patjetër që gjatë ditës do të gjendemi edhe në pjesën tjetër të rrafshit të Dugaxhinit, duke përfshirë këtu komunën e Istogut dhe komunën e Deçanit dhe do t'ju sjellim tek ju materialet më të freskëta dhe me gjitha informacionet dhe statistikat e nevojshme për këtë proces demokratik zgjedhor.